Po, si dihet këtu në zonën e Dugagjinit kanë qenë via frontit. Po. Dhe janë zhvillu lufta të ashpra me Ka shumë dëshmorë, po, patjetër. Por ne mes rande kemi përjetu rënien e shokëve, edhe që sot janë heroj Myr Zeneli, Naser Ibrahimi, Sadri Zeneli, Dritan Zeneli, e shumë tjerë tash mos veçoj me emra, por po ashtu edhe ramja e herojt Shkelzen Haredini zbashku me shokët e tjerë që kanë aty. Këtu na kanë kriju shumë emocionalisht, na ka lëndu edhe motivin e luftës, por fol shokëve të tjerë, edhe në krye me generalin Amos Haradini, i cili qep ke kuraj dhe vullnet, për vazhdu luftën, u dashti të shëreja të plagë dhe të vazhdoj me... Ndoshta jeni motivu me idejnë edhe të hakmarjes pas fundjeve. Sigurisht, sepse neve edhe në legalitet, kur organizonim aksione, kryesisht, kur nisëm për në aksion, betoheshim në emrat shokëve që kishin ra, që do të hakmeremi në aksione që organizonim në stacionet të policisë serbe. Betoheshet në emrat e shokëve që do të hakmereni për gjakun e tyne.